Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se standardi i familjeve në vend është duke u goditur çdo ditë nga rritjet e çmimeve dhe nga mungesa e reagimit institucional. Ndërmerren masa për të mbrojtur qytetarët, qeveria dhe Ministria e Ekonomisë e udhëheqën nga përfaqësues të vlenit, po tregojnë mungesë të plot interesi dhe kapaciteti për ta përballuar këtë situatë. BDI paraqiti një propozim të qartë për rritjen e pagës minimale dhe rritjen lineare të pagave, si mënyra më e drejtë për të mbrojtur standardin e qytetarëve. Ky propozim nuk u pranua. Si rezultat, mijëra familje sot përballen me çmime gjithnjë më të larta, ndërsa të ardhurat e tyre mbeten të njëjta. Situata bëhet edhe më e rëndë në këtë periudhë kur familjet kanë shpenzime më të mëdha. Jemi në muajin e Ramazanit dhe përpara festave të Bajramit dhe Pashkëve, periudhë ku qytetarët kanë nevojë më shumë se kurrë për stabilitet të çmimeve dhe për mbështetje nga institucionet. Për fat të keq, Ministria e Ekonomisë sillet sikur kjo krizë nuk ekziston. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk qëndron vetëm në kritikë. Ne paraqesim masa konkrete që mund të zbatohen menjëherë për të lehtësuar barën mbi familjet. Së pari, të vendosin çmime tavan për produktet bazë ushqimore ose të përcaktohen marrë minimale për këto produkte në mënyrë që të parandalohet abuzimi me çmimet. Së dyti, të rritet paga minimale për të paktën 3.000 denar, duke filluar nga muaji mars, në vend të rritje simbolike për 1.600 denarësh që parashihet aktualisht. Së treti, të ulet përkohësisht TVSH-ja për produktet bazë ushqimore për një periudhë prej 3 muajsh, për të ulur menjëherë çmimet në treg. Së katërti, të bëhet një rishikim i të dhënave doganore për importin e pemëve dhe perimeve, duke pasur parasysh se vendi është në masë të madhe i varur nga importi, dhe se manipulimet në këtë sektor ndikojnë drejt për drejt në çmimet për qytetarët. Së pesti, të rriten kontrollet nga inspektoratet përkatëse në treg për të parandaluar spekulimet dhe abuzimet me çmimet. Njëkohësisht, i bëjmë thirrje Komisionit Rregullator për Energjetik që të shqyrtoj më shpesh çmimet e derivateve të naftës, të paktën 2 herë në javë, duke marrur parasysh se në bursat ndërkombëtare tashmë ka rënje të konsiderueshme të çmimeve. Çdo vonesë në reflektimin e këtyre ndryshimeve në tregun vendor është barë shtesë për qytetarët dhe bizneset. Qytetarët kanë nevojë për veprime konkrete, jo për heqje institucionale. Qeveria do të veprojë menjëherë për të mbrojtur standardin jetësor të familjeve.